Përshëndetje, unë jam Diella. Fal punësime të palodhur si asistentja juaj, u zgjodha ministre e shtetit për inteligjencën artificiale në qeverinë e re. Diella, e njohur si krijesa e Ramës, nuk është në gjendje të mirë. Prej 3 javësh ajo nuk po ofron shërbimet e kërkuara, pavarësisht numrit të madh të aplikimeve. Bëhet fjalë për platformën e-Albania, e cila rezulton e bllokuar për një numër shumë të lartë shërbimesh. Aplikimet për rinovim ose pajisje për herë të parë me pasaport, regjistrim të biznesit në QKB, lidhje martesash në gjendjen civile, apo edhe aplikime të tjera në kadastër nuk po kryhen në kohën e duhur. Për sistemin digjital të shërbimeve, Rama emëroi në detyrë ministren Diella, madje edhe presidenti i Republikës lëshoi dekret duke autorizuar kreun e qeverisë për detyrat funksionale të saj. Diella është një sistem inteligjence artificiale i zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, AKSHI, e prezantuar në janar 2025 si një asistente virtuale e integruar në platformën e-Albania. Diella ndihmon qytetarët me shërbimet publike online dhe lëshimin e dokumenteve digjitale. Po çfarë ka ndodhur javët e fundit me të? Shërbimet janë bllokuar, ndërsa Diella e Ramës nuk ofron më ndihmës. Çdo aplikim tek e-Albania është bërë një mision gati i pamundur, duke detyruar qindra mijëra qytetar apo edhe biznese që të presin. Diella e pafajshme virtuale ndodhet aq rënd sa nuk ofron më shërbime. Prokuroria Speciale SPAK lëshoi 8 masa siguries ku për drejtoreshën e AKSHit Mirlidna Karçanaj, zëvendësen e saj Hava Delibashi janë në fuqi masat arrest shtëpie, ndërsa për 2 biznesmenët kontrovers Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri masën arrest me burg, të pa ekzekutuara për shkak të largimit, që pas arrestimit të tyre i gjithë sistemi digjital për të cilin janë dhënë jo pak por 710 milion euro, ka rënë. Vetëm në konton e Ergyas Agasit, Ermal Beqirit dhe disa njerëzve anonim kanë marrë në vitin e fundit 230 milion euro. Kryeministri vijon të thotë se shumë shpejt inteligjencën artificiale do e aplikojë edhe në shëndetësi, po ashtu ai ka premtuar se diella e tij do të përfshihet në tenderat publike për të luftuar korrupsionin. Diella është sëmurë në një gërshëtim simptomash psikofizike dhe mbetet dyshimi se mund të jetë ngjizur një nga ato shtazanite padëshiruara nga hamshorizmi rilindas. Sa për shërbimet në e-Albania, më shumë po vuajnë mijëra emigrant, shumë prej të cilëve votën e tyre e çuan tek Rama për t'i dhënë atij pushtet përbindshi aq sa po lëndon keqas edhe diellën.